Do ta quanit shtetin e Edi Ramës një shtet autoritar, krahasuar me të Berishës? Ajo që unë mund të thamë për Edi Ramën është kjo. Do t'ishte në turpin e tij nëse ai ban krahasim me shtetin e Berishës, sepse Berishës ka pas shtet. Kështu që a le ta bëjmë te Ahmet Zogut, mund ta bëjë Ismail Qemalit me këtë dorë për me Berishës. Ai s'ka gjë shtet. S'ka pas shtet fare, ka gjë një kugaçëri. Një grup banditesh. Të tërë verior. Atyre besot ai se ai është shumë legalist. Atyre besot. Vdes për legalizëm ai. Kështu që ata kështu. Po shumë legalist. Shumë legalist. Unë s'm gara mend fare as mua po duhet më thuj miritor, po duhet më thuj qam, po duhet më thuj lap, po duhet më thuj muzikar. Kosovar çfarë duhet se kam fare marrë. Unë jam shqiptar. S'kam bërë herë në jetën time ndërmend të trajtoj një miritorin tim më mirë se sa i qam, sepse ato dy vëllezërit e mi janë një lloj. Qartë. Ata që i vurin detyrë, ata ja ku e quhen Berishën. Ata e quhen, e sollën Berishën. Këta që dalin tani për media flasin në Tiranë, që kanë marrë pjesë në këto protesta dhe lufte madhe, aty do të qesë të ramizë, kjo është më të mërshme që na shqetëson gjithë, pse gënjet ka shumë. Aty do të qesë të ramizë, hajde merrni kur doni, ja ku jam. Kështu që nuk mund të bërtasin për heroizëm ata. Ore nëse do gjeni një njeri që ka marrë pjesë në këto procese, e nuk ka qenë antar partie, kandidat partie, ose bashkëpunëtor i sigurisë shtetit, më vajni mu kësheshi flamurit. Që është e vërtet. Do të vajnë ta i Skënderbeu, se i flamurit e kanë zënë blenjadët. Dakor, ku të dorim vajni mu më vetë në Tiranë, vetëm gjithë gënjejnë. Të gjithë gënjejnë. Se një njëri mafia ata njerëz, ta një lutem, nuk banë të gjëra kështu, nuk gënjet ka hapur. Do të gënjesh në një farë mënyrë që të besot diçka. E kuptojmë. Kështu që shikoj për ditë, ato ma mirë shkruajnë të gënjesh, të t'ja lënë pasardhës se mbase pasardhët i besojnë. Po unë s'kam se si t'i besoj do. Edhe periudha nga viti 90 deri tani, për mua ka qenë periudha regresi i Shqipërisë. Ne s'kem bërë asgjë. Më thuaj çfarë kemi bërë, vetëm një gjë më thuaj çfarë kemi bërë. E kupton. Më thuaj bëm arsim, bëm shëndetësi, bëm bujqësi, bëm industri. Më thuaj një gjë që kemi bërë, e themi që e konkuruam socializmin, e konkuruam me ndërrogjën. Më thuaj një, heqim dorë nga pasionet. Më thuaj ku kemi ushtrit. Në vitin 87 ne kemi vajtë në rritë Shqipërisë në përgatit spitalit e luftës për ngjarjet në Kosovë. Në 87 në kohë Parispunës, atyre armiqve të djeshëm. Që ishin sallë operacionin nga më moderne, që më lutëshin mjek nga Tirana, na merr një sallë, ndërhije bëjnë asilli sallë në Tiranë nga këta. E di, kanë qenë spitalet fushor. Pa, hajde motë që. Pa. Ku janë sot? Asi s'ka nga këta. Atëhere, do ta konkurojmë të kaluarën me zhvillim apo do të bërtasim shajmë kot kaluar? Hajde të shajmë, s'na prish punë, po. Nuk është zgjidhje kjo. Zgjidhja është ta konkurojmë. Dhe në momentin që do ta konkurroj kjo gjeneratun, do ta përgëzoj sinqerisht. Mos ma vush me që do ta konkurroj. Okej. Zoti Gjin, unë ju falenderoj që ishit sot me